Në kampionatit një kundërshtar i denj për Dritën, pavarësisht se Drita, të themi të vërtetën, është një tjetër nivel sot. E ka ngritur shumë nivelin në futbollin tonë. Ndoshta ishte mirë që mos hynte fare në kampionatin e Kosovës, se ka nivel tjetër, edhe si organizim, edhe si ka dy ekipe Drita. Kjo është shaka që po them, nuk është se po kur mendoj Drita është tjetër nivel. Mirë po, nuk është që ka tërgu diçka më shumë se pjesa tjetër. Po mos harrojmë ngarkesën. I bën 26 pikë sa Prishtina. Dëgjoj, mua më vjen mirë që më provokon pak, po ti nuk e lozur futboll direkt, edhe nuk e din çfarë janë ngarkesat. Se Vaçi ka fituar të turnire në shkollë. Ajo nuk ka arsye. Edhe nuk e din çfarë janë ngarkesat fizike që kanë ato lojtarë. Lojtarët e Dritës nuk kanë pushuar nga 31 maj. Po, tash te kjo pjesa duhet ndërhyj. Këta e kanë ditë ku po hyjnë. Ja, por për tash kanë dy ekipe. Po vjen ke fjala që po them unë. Se ato nuk janë budalla, janë shumë të zgjuar. Tu tash mos suksesin në Super League. Po Drita është 3 pikë nga vendi i parë. Po los me Prishtinën, nëse ka fat. Aja në ekip profesionist. Dëgjoj. Një ndeshje më pa. Drita ka 23 pikë. Prishtina ka 26 pikë. Është loja që do të luhet direkt, pavarësisht se unë shpresoj që duhet të fitojë Prishtina se jam tifoz i Prishtinës. Edhe mendoj që me pak fat mund ta fitojë atë lojë, po duhet të jemi edhe objektiv. Drita është tjetër nivel. Duhet me pranu. Pikë, s'ka ndonjë gjë tjetër. Ballkani ka ul, nuk është më ai Ballkani që ka qenë dikur. Sot kam parë Llapin dhe më ka ardhur mirë që Llapi ka fituar. Edhe biles po e shikoja lojën me kujdes dhe më pëlqeu shumë mbaj mbrojtësi qendrës. Ajeti, nuk kujtohet si e ka emrin, Aliu, djali i ri, Arbnor Aliu, unë se kisha parë. Për shkak meje. Nuk e dia. Edhe kam prunë Xhilan me u njoftu me mua. Nuk e dia dhe më ka pëlqyer shumë ai djali i parë që e shikoja. Kapiteni i reprezentacionit Gjermanisë U15, U17.